gjyra e Librazhdit vjen historia e një djali që bën krenar shqiptarët në Gjermani. Quhet Armando Pali, i lindur në 18 nëntor 2009 në Nafjo të Greqisë. Që prej janarit të vitit 2014, familja e tij është vendosur në Duisburg të Gjermanisë, në kërkim të një jete më të mirë dhe shkollimin cilësor. Por për Armando në rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë. Që prej ditës së parë në fushë, ai nuk ka munguar asnjëherë në stërvitje. Trajnerët e përshkruajnë si një djalë të përkushtuar, punëtor dhe me disiplinë të jashtëzakonshme. Ka shpirt gare, lodh me pasion dhe nuk dorëzohet kurrë, thon ata. Armando njihet për fuqinë në 2 luftime, saktësinë me kokë dhe këmbën e majt që quhet raketa. Ka shënuar me 10 gola dhe ka ndihmuar skuadrën e tij me pasime të sakta e vizion loje mbi moshën. Pas 9 viteve në Duisburg, këtë sezon ai lodh në Bundesligën U17, Rot-Weight Essen Oberhausen, me fanellën numër 17. Në rolin e mesfushorit qendror, Armando ka treguar inteligjencë, forcë dhe guxim. Aktualisht ka 3 asistime, ndërsa ndeshja e tij kulmore ka qenë kundër Rot-Weight Essen, ku shënoi 2 gola vetëm për 5 minuta. Skuadra e tij e zemrës është Real Madrid, ndërsa idhulli mbetet Cristiano Ronaldo. Objektivi i Armandos është i qartë, të bëhet futbollist profesionist dhe të përfaqësojë Shqipërinë. Një histori suksesi, përkushtimi dhe krenarie shqiptare që një ëndër e nisur nga gjyra e Librazhdit dhe po shkruhet në stadiumet gjermane. Ëndra e një mërgjimtari që beson tek puna, disiplina dhe flamuri kuqezi.